13 që u vra të mërkurën në oborrin e shkollës Emin Duraku në Prishtinë. Në këtë ceremoni martore u pa edhe babai të ndjerit Mustafa, i cili ndodhet në paraburgim si i dyshuar për një vrasje tjetër, e cila besohet se ishte shkas për tragjedinë e 2 ditëve më parë. Jo ka spozit me se na je muslimanë di mallojnë hak aty ka shumë. Dekën e ka posë. Po si jebi po i ke shqiptarisë. Shqiptore se ka posë zakon këtu po sa më bos. Ai u përmallua fort për djalin që nuk e ka më të gjallë. Po ta që të shopa. Hadi Covid ku po më. Mariu ko ka të vëzjetmi. Vrasja e Fitim Krasniqit në obor të shkollës u vlerësua si një dështim i shtetit nga ata që marrin pjesë në varrim. Kjo është merë që ka ndërë për shkamë për shkollat tona, për farë sigurie, si në klira së një asë kërkësh shkollë është diçka një akë qësharë. Këto me kom posë organë në Kosovë, këto sanës këshim posë më ndërë, që mas pore pësim besime me kom konë shkolla, që të gjonës këshim ndërë në për shkolla. Në varrezat e Arbëris, erdi edhe nxënësi i Emin Durakut, Çlirim Blakçori, i cili u plagos në momentet kur ju vra shoku Fitimi. Lotët nuk i mbajtën as disa nxënës tjerë. Në lidhje me vrasjen e Fitim Krasniqit, policia arrestoi të njëjtën 2 persona, AS dhe LS. Ndaj tyre është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditëve. Klan Kosova ka tentuar të flasë me familjarët e tyre, por është injoruar nga ta. Ngjarja e mërkurës besohet se ishte një gjakmarrje për një vrasje të nëntorit 2012.